sa janë të rrezikshme dezinformatat për sigurinë kombëtare të një vendi në burim? Absolutisht, ato prej themelit tyne, qëllimit tyne për me mashtru, respektivisht me orientu gabimisht lexuesin, shikuesin apo ati që i drejtohet, kanë qëllimin që në kuptimin e sigurisë kombëtare ose sigurisë nacionale të ndikojnë në dy aspekte. Aspektin e parë të ndikojnë tek vendimarrësit, edhe në institucionet e sigurisë, por edhe vendimarrësit politik dhe ata të institucioneve qendrore të shtetit, këtë rast të Kosovës, në mënyrë që duke pasur në prapavi informata të pavërteta, të ndikohet kështu në mënyrën e vendimit ose çështje të sigurisë kombëtare. Dhe qëllimi i dytë është për publikun e gjerë, në mënyrë që publiku i gjerë në një të mos besoj në institucione publike, të mos besoj në legitimitetin e vendimeve që i marrin këto institucione. Pra dhe nëse i kombinojmë të dyjat, e shohim që qëllimi i dezinformimit si metodologji e punës e strukturave caktuara qorqeve, shteteve që kanë punime armiqësore, është që në ne ta ndikojnë vendimarrjen siguri kombëtare, pra që ajo tjetë e gabueshme, dhe në dy që publiku i gjerë të mos besaj në çfarëdo lloj vendimi që merr institucioni.